Bismillahirrahmanirrahim. Para 2 ditësh, po udhëtoja në një prej aeroporteve dhe rastësisht takohem me një djalë të ri shqiptar. Ai më përshëndet edhe më jep të njohur, edhe gjatë bashkëbisedimit u mësoj se ai është emigrant, jeton në një vend të perëndimit ku edhe punon edhe jeton së bashku me familjen e tij. Dhe më thot, ndër të tjera, se kam ardhur për fundjavë me hangër syfyre dhe iftar me nanen. Edhe thot, najta 1 ditë, 2 ditë, dhe tash do të kthehem me njëherë edhe do të dalë në punë. Mirë po, edhe tash që flas e kam përparasysh shenjat e mërzisë edhe dhimbjes, edhe trishtimit në fytyrën e tij. Mbani shumë përshtypje. Kam ardhur me ngranë syfyr edhe iftar me nanen plak, e cila është e moshuar dhe jeton së bashku me familjarë të tjerë. Mirë po, ky djalë i ri, që jeton larg nanës, ka ardhur për t'i bën shefin prindit, ka ardhur për të shijuar ndryshe, qoftë 1 ditë a 2 të këtij Ramazani, edhe tash kthehet me dhimbje edhe me trishtim drejt atij vendi ku jeton edhe punon. Më ka shoqënu gjatë të gjithë udhëtimit pamja e tij edhe bashkëbisedimi shumë i ngrohtë me zotnin e tij. Tash që jemi në atmosferën e begatë të natës së Kadrit dhe të gjithë kërkojmë që Allah subhanahu wa taala me na fal, me na mëshiru, me na pa me sytë e dashurisë së tij edhe zemrat tona me u ndriçuar nga përmendja e Allahut azza wa jall. Ka një mesazh të cilin kam dëshirë ta përhap dhe përcjell të gjithë ju, të dashurit e mi. Nata e Kadrit është në të vërtetë një moment të reflektimi për të gjetë gjithë secili prej nesh fillimisht veten e tij në marrëdhënie me familjen e tij. Nëse e ke prindin, e ke nanen, e ke baben, aty e ke natën e Kadrit. Nëse e ke baben edhe nanen, edhe ke neglizhuar në hak të tyre, nuk je sjell siç duhet me ata, nuk e ke ditë vlerën e nanës dhe të babës, vrapo sepse nata e Kadrit është pikërisht ajo natë e pozitës së lartë, e njerëzve të lartë, e njerëzve që i kërkojnë falje Allahut azza wa jall, por nëpërmjet veprave që e meritojnë faljen dhe mëshirën e Allahut azza wa jall. Ashtu sikurse jemi të ftuar për ta respektuar dhe për ta dashur nanen edhe baben dhe për të fituar xhennetet e Allahut azza wa jall nëpërmjet respektit të tyre dhe dashurisë së tyre, ashtu jemi të ftuar që edhe në atmosferën e natës së Kadrit me shiku fillimisht cilësinë e marrëdhënieve me prindin në veçantë. Jo me e ngrit zanin përpara prindit, jo me aprish qefin prindit, jo me e mërzit prindin, jo me e konsideru prindin si njeri të zakonshëm, si një pjesë e shoqënisë, me të cilët herë flasim, herë nuk flasim, herë komunikojmë, herë nuk komunikojmë, herë angazhohemi, herë nuk angazhohemi. Jo, përkundrazi. Allahu azza wa jall i ka ndaluar njeriut, besimtarit, me i thanë prindit qoftë edhe uf. Dhe kanë thënë mufesirët e Kuranit sikur të kishte një fjalë më të vogël në gjuhën arabe, se sa një uf, pra një çfrymje, Allah azza wa jall do ta kishte përmend. Po ai zotni vjen nga larg për të hangër një syfyr, a një iftar me nanen e tij që inshallah ka me jetë të gjatë, edhe inshallah ka për shumë, sepse ajo është derë bekimesh, por ka shumë që e kanë nanen edhe baben, edhe nuk japin rëndësi këtij bekimi të madh të Allahut azza wa jall në jetën e tyre. Atëherë çfarë duhet nata e Kadrit, kur ti nuk respekton dhe nuk don dhe nuk vlerëson mi të gjitha nanen edhe baben. Një njeri i cili nuk don dhe nuk respekton dhe nuk vlerëson dhe nuk i ka në ekuilibër marrëdhëniet me nanen dhe baben, mos presin natën e Kadrit. Dyert e natës së Kadrit nuk hapen për njerëz të cilët nuk vlerësojnë bekimin më të madh të jetës, praninë e nanës në jetë, e praninë e prindit në jetë, e praninë e kësaj mirësie të madhe e cila po të vendoset në peshore nuk ka mal, e nuk ka pasuni, e nuk ka mirësi të kësaj bote që mund të jo të jetë e barabartë, po ta lëviz sa do pak anën tjetër të peshores. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, në këtë atmosferë edhe në këtë shpirt të madh të këtij fund Ramazani që po shkon, edhe në kërkimin e natës së Kadrit, të cilën e kërkojmë dhe e shpresojmë deri në momentin e fundit të këtij Ramazani, le të shohim se si kemi marrëdhëniet me prindin ton, me baben, me nanen,
madje me i shiku marrëdhëniet se si kemi me gjithë secilin prej tyre dhe kur janë larguar nga kjo botë. E pyeti dikush pejgamberin alayhi salatu wasalam se me largimin e prindit nga kjo botë, a e kam kry obligimin që kam në tyre? I tha jo. Sa me respektu të afërmit, edhe njerëzit e dashur të babës e të nënës, me u lut për ata, mi të gjitha. Me dhënë sadaka për ata, dhe me vazhdu marrëdhënia e jote me prindin derisa të kesh frym, dhe me e trashëgu emrin e mirë të tyre edhe tek fëmijët e tu. Do të thonë gjyshi pas rahmet ose nana pas rahmet. Dhe me vazhdu edhe ata që nuk i kanë njoft, ndoshta, gjyshat, asërgjyshat, me fol mirë për ata. Në mënyrë që njeriu, edhe kur të largohet nga kjo botë, nesër para durave të Allahut Azza wa Jall, do thotë ja Rab, unë me dashamirësinë më të madhe, me përulësinë më të madhe, me përkushtimin më të madh, të kam falendëruar në çdo moment të jetës për praninë e prindit. Edhe kur ata janë largu, jam lut për ata, kam dhënë sadaka për ata, kam bërë hatm Kur'anit për ata, kam bërë vepra të mira për ata, kam dhënë një libër, një vepër të dobishme për gjithë secilin prej tyre dhe i kam fol fëmijëve të mi për ata. Dhe e kam trashëguar emrin e mirë të tyre edhe tek ata që nuk i kanë njoft. Kështu është tradita e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kështu është tradita e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Kjo është tradita e Kur'anit. Prandaj ta kërkojmë natën e Kadrit në bekimet e prindve tanë. Larg kësaj nuk kanë natë Kadrit. Allahu ju dashur ju baf të gjithë prej njerëzve që meritojnë bekimet dhe mirësinë dhe dyert e hapuna të natës së Kadrit. Allahu ju dashur.